është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Erdhi dimri. Jashtë ka rënë shumë dëbor. Pastruesi i dëborës po pastron rrugën. Përpara shtëpisë së robotëve ka male të mëdhenj me dëbor. O bobo, dera nuk hapet. Kini kujdes. O, kjo nuk është për të qeshur. Roboti i purpurt mendon se është më i forti dhe do t'jetë në gjendje të hap derën. Pa të shohim se çfarë mund të bëjë ai. Forca. Jepi. U hap. Oh! Jo, u mbyll përsëri. Bora ju ngjit robotit dhe ai duket si Santa Clausi. Robotët u ngjitën në çati. Shikoni, po vjen kamioni Leo. Përshëndetje Leo. A mund t'i ndihmosh robotët që të hapin derën? Leo solli disa pjesë shumë të nevojshme. Tani ai do të ndërtojë një makinë të re. Në fillim do të instalojmë kabinën tek një platformë e madhe. Ndjenjësja dhe levat e kontrollit. 2 dyert. Dritat. Ja ku janë dhe 4 rrota. 1, 2, 3 dhe 4. Po këto për çfarë shërbejnë? Këto shërbejnë për mekanizmin që ngre dhe ul kovën. Vendosni dhe një bateri dhe tani keni gati një ngarkues të vogël. Po, këtu mungo ka kova. Leo, a të shkojmë ta gjejmë? Mos u shqetësoni robot, Leo do të kthehet shumë shpejt. Ku mund ta gjejmë një kovë për ngarkuesin e vogël? Leo, a e gjete? Ja ku është kova? Është futur në dëbor. Oh, rrotat mos ngecin në dëbor. Është shumë e vështirë të ecësh mbi dëbor. Por Leo ja del si gjithmonë. E vendosim kovën në karrocerinë e Leos. Ikim shpejt tani. E vendosim kovën në vendin e saj. O, sa mirë! Tani bateria e makinës do të ngarkohet dhe kështu ngarkuesi i vogël do të fillojë punën. Ngarkuesi mbërriti për të pastruar dëborën. Ai e hedh dëborën në karrocerinë e kamionit të madh.
Përpara derës së robotëve e gjithë sipërfaqja është bërë dritë. Tani gjithçka është në rregull. Robot, mund të zbrisni. Mos harroni të falenderoni kamionin Leo. Oh, pa shikoni çfarë po bën borpastruesja. Kujdes, kujdes. Robotët dhe Leon i kanë mbuluar dëbora. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kjo është shtëpia e ekskavatorit Scoop. Scoopi ende po fle. Oh, alarmi! Zgjohu, Scoopi! Është koha për të ngritur. Robotët erdhën për t'ju vizituar. Nuk ju dëgjon. Trokitini më fort. Enët janë ende mbi banak. Oh, Scoopi u premtoi robotëve t'ju bënte një byrek, por sot kishte shumë gjumë. Përshëndetje, robot. Urdhëroni, hyni brenda. Robotët po kërkojnë byrekun e premtuar. Si do ta përgatitësh ti brumin shpejt? A e di ti, Leo? Në karoseri, Leo pas ka pas pjesët e një përzierësi brumi. Me përzierësen e brumit, do e bëjmë byrekun shumë shpejt. Le të bashkojmë në fillim 2 pjesët portokalli. Vendosim pjesën e kuqe dhe e bashkojmë me pjesën portokalli me bulona blu. Ky është një mekanizëm rrotullues. Kjo është pjesa më e madhe e përzierëses së brumit. Brenda futet edhe një motor. Atij është bashkangjitur një rrahse, e cila rrotullohet dhe përzihen brumin. Tani është gati. Scoopi, ndize! Përzierësi punon shumë mirë, por më duket se diçka i mungon. Scoopi, po ku do ta përzijejmë brumin? A është e përshtatshme kjo pjatë? Tasi roz është shumë i vogël. Po, tasi blu është i mrekullueshëm. Është i thellë dhe i madh sa duhet. Tani hidhni mielin dhe sheqerin. Shtojmë edhe 2 vezë. Ndizeni përzierësin. Scoopi, ndryshoje shpejtësinë.
Lëre rrasen të rrotullohet më shpejt. Brumi më në fund është gati. Piruni solli lule shtrydhe. Miqtan do të bëjnë një byrek me lule shtrydhe. Tani piqeni byrekun në furrë. Sa i bukur që ka dalë. Tani mund ta prisni në copa. Ne mund të ham edhe jashtë, sepse sot është një ditë shumë e bukur. Ju bëft mirë që të gjithëve. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra të reja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Shikoni, ja ku është kamioni Leo, i cili po vjen në sheshin ton. Çfarë mendoni se ka ngarkuar sot ai? Oh, rruga është plot me mbeturina. Duhet t'i pastrojmë sa më shpejt. Leo, po ku po shkon? Kush do t'i heq këto mbeturina? Ti do të ndërtosh një makinë pastrimi dhe ajo do t'i mbledh të gjitha mbeturinat. Sa mendim i mirë. Le t'i montojmë shpejt të gjitha pjesët. Kabina. Dy ndenjëset. Paneli i pajisjeve të drejtimit. Timoni. Dhe dyert. Ja ku janë edhe rrotat. Dy rrota në këtë anë dhe dy rrota në anën tjetër. Dhe ky është një fener rrotullues. Leo, po si do t'i pastrojmë mbeturinat? Pastruesi jon ka nevojë për 2 furça. A do shkojmë t'i gjejmë ato? Ato nuk janë këtu. Po, çfarë
Cilat janë këto midis luleve? Shiko me kujdes, Leo. Ja pra ku qënë kanë të 2 furçat. Tani merri ato me vete. Ura! U krye! Tani kamioni jon pastrues mund të shkojë dhe të pastrojë mbeturinat. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Shikoni atje, po vjen një kamion i vogël. Emri i tij është Leo. Oh, shikoni një pemë të bardhë. Kjo duket si një pemë molle. Por kjo është e gjitha e bardhë. Leo, mos duhet ta ngjyrosim? Ja ku janë dhe bojrat. Çfarë bojrash do të na duhen për të ngjyrosur pemën e mollës? Ngjyra e gjelbërt. Ngjyra kafe. Ngjyra e verdhë. Ngjyra e kuqe. Dhe ngjyra blu. Shumë mirë. Le të shkojmë e ta ngjyrosim. A mund të ndihmoni Leon të emërtoj ngjyrat? Ngjyra kafe. Ngjyra kafe është për trupin e pemës. Ngjyra e gjelbërt. Ngjyra e gjelbërt është për të ngjyrosur gjethet. Sa bukur. Na duhet të vazhdojmë, Leo. Ngjyra e verdhë.
E verdha është për mollët që nuk janë pjekur ende. Ngjyra blu? Leo, a mund t'jenë mollët blu? Jo, po çfarë ngjyre na duhet atëhere? Ngjyra e kuqe. Sepse mollët e pjekura janë ngjyrë të kuqe. Të lumt, Leo. Është një pemë molle shumë e bukur. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Sot paska punime ndërtimore në parkun e lojrave. Kamioni Leo do të ndërtojë një shtëpi për robotët. Betonierja derdh beton nga tamburi I tij për të krijuar një themel të fortë. Duhet të hidhet edhe pak më shumë. Mjaft, betoniere, mjaft. Mjaft. Faleminderit shumë, betoniere. Erdhi edhe kamioni Leo. Ai solli pjesët me të cilët do ndërtohet shtëpia e robotëve. Robot, së shpejti do të bëheni me shtëpinë tuaj. Godina e gjelbërt është pjesa qendrore e shtëpisë. Këtu robotët do të luajnë me miqt. Dhe këto janë godinat anësore, e purpurt dhe blu. Kjo kolona e verdhë duhet për të ndërtuar ashensorin I cili do të na nxjerrë në çati. Kjo platforma ngjyrë portokall do të na ndihmojë për të ngjitur dhe për të zbritur. Le ta rregullojmë këtë strukturë me një majë të gjatë e të verdhë. Këto janë 2 dyert. Këto janë dritaret, sepse shtëpia ka nevojë për shumë dritare, në mënyrë që të hyjë dritë e bollshme. Robotët e duan shumë dritën. Çatit e shtëpive anësore. 3 rëshqitse të verdha, përgjatë të cilave mund të zbresësh nga çatia e ndërtesës qendrore në ndërtesat anësore. A janë gati shtëpitë e robotëve? Oh, jo. Njëri robot pas ka mbetur pa shtëpi. Shtëpia me ngjyrë të purpurt është gati, edhe bluja gjithashtu. Por roboti kuq pas ka mbetur pa shtëpi. Leo, a mund ta ndihmosh ti? Kamioni I vogël mbërriti tek shitoria e Pirunit të vogël. Përshëndetje, thot Piruni, mos ke nevojë për një shtëpi të re?
zgjidhni? Të gjelbërtën? Jo. Të purpurtën? Nena nevojitet vetëm një shtëpi e kuqe. Ja kjo. Ngarkoje në karroceri, Leo. Tani ta çojmë tek shtëpitë e robotëve. Faleminderit, miku im. Robotët janë duke pritur Leon, kamionin e vogël. Më në fund ai erdhi. Tani jemi gati që ta vendosim shtëpinë në vendin e saj. Oh, sa i lumtur është roboti i kuq. Faleminderit, Leo. Miru ta kopshim përsëri.